Prokuroria e posaçme ka bërë bilancin lidhur me krimet zgjedhore në vend gjatë zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. SPAK informon se janë 156 materiale të administruara, ku mes tyre 39 procedime penale të regjistruara. 21 prej tyre janë referuar nga Policia e Shtetit, 1 nga Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve, 3 nga denoncimet e qytetarëve, 3 nga prokuroritë e rretheve dhe 3 nga partitë politike, ndërsa 8 me iniciativën e vetë prokurorisë së posaçme. Nga 39 procedimet penale, 33 janë për korrupsion aktiv në zgjedhje, 4 janë për korrupsion aktiv ose pasiv në zgjedhje, 1 për përdorimin e funksionit publik për qëllime politike dhe 1 për shpërdorim detyre. Prokuroria e posaçme ka administruar 156 materiale në total, 39 për tyre janë në hetim nga vetë SPAK-u, 25 janë vendime për mos fillimin e hetimit, 24 materiale janë dërguar për kompetencë në prokuroritë e rretheve, 17 materiale janë dërguar për verifikim në drejtorinë vendore të policisë dhe 1 është bashkuar me një çështje tjetër ekzistuese. Pjesa e mbetur sa kaq është në proces verifikimi. Kujtojmë që SPAK ka ngritur një task force së posaçme me drejtues Altin Dumanin dhe grupe hetimore në çdo qark, përkatësisht në Tiranë, Adnan Xholi, Klodian Braho dhe Altin Dumani, në Gjirokastër Arben Kraja, në qarkun Elbasan Olz Dado, në Shkodër Dritan Prençi, në Kukës Anita Jella, në Berat prokurori Behar Dibra, në Durrës prokurori Ervin Kondili, në qarkun Fier Doloreza Musabelliu dhe Sotir Klapi, në Dibër Ervin Kokaj, në qarkun Korç Vladimir Mara, në Vlorë Elida Kaçkini, Bledar Maksuti dhe Manjola Kajana. Kujtojmë se SPAK dhe KQZ po bashkëpunojnë për parandalimin dhe hetimin e krimeve zgjedhore të mundshme duke patur në dispozicion 16 zyra në të gjitha qarqet e vendit për të adresuar shqetësimet e qytetarëve sa i përket këtyre veprave penale.